Pakor pasi gjykata kushtetuese vendosi rrëzimin e pezullimit nga detyra të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, vendimi u botua në fletoren zyrtare duke i dhënë efekt të menjëhershëm rikthimit të saj në detyrë. Si pasojë që prej mbrëmjes së të premtes, Balluku ushtron zyrtarisht të dy funksionet pas pezullimit që është vendosur nga GJKO në 20 nëntor. Gjykata kushtetuese ka vendosur pezullimin e dy vendimeve për verifikimin e masave ndaj Ballukut. Çka kupton se këto dy vendime mbeten të pazbatueshme deri në momentin kur kushtetuesja të shprehet përfundimisht në themel lidhur me 4 kërkesat e paraqitura nga kryeministri. Vendimi u mor me 5 vota pro dhe 3 kundër në favor të pezullimit të vendimeve dhe rikthimit të Ballukut në detyrë. Votuan gjyqtarët Zonila Bejti, Fiona Papajorgji, Genti Ibrahimi, Sander Beci dhe Mariana Semini. Kundër vendimit votuan Marsida Xhaferdari, Ilir Toska dhe Asim Vokshi. Sipas arsyetimit të shumicës, pezullimi nga detyra i zëvendës kryeministres rrezikon të sjellë pasoja që prekin drejt për drejt interesat shtetërore. Në argumentin e saj, gjykata thekson se ndalimi i ushtrimit të një funksioni publik në nivele të tilla, si ai i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, mund të cënojë ushtrimin e kompetencave kushtetuese të pushtetit ekzekutiv, veçanërisht në drejtim të përcaktuar në zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore. Nga ana tjetër, gjyqtarët në Pakic kanë mbajtur një qëndrim të kundër, duke argumentuar se në këtë rast nuk provohet ekzistenca e pasojave për sa më lart. Por kundrejt vlerësimit të shumicës për pezullimin e vendimeve gjyqësore, ne, gjyqtarë të Pakicës, shmojmë se nuk plotësohen kushtet e nenit 45 të ligjit organik të gjykatës, pasi nuk verifikohet prania e pasojave të pariparueshme në masë të rëndë, pra në atë masë që të shkojë përtej masës normale të kufizimit, në veçanti në pikpamje të urgjencës. Në këtë kuptim, argumenti i kërkuesit së Këshillit të Ministrave del jashtë funksionit për shkak të pezullimit nga detyra të një prej anëtarëve të tij dhe nuk është bindës për sa kohë bëhet fjalë për një organ kolegjial i cili merr vendime në mënyrë kolegjiale me shumicën e votave. Po kështu jemi të mendimit se kërkuesi nuk tregon që nuk ka mjete të tjera në dispozicion më pak të dëmshme për të adresuar situatën e krijuar. Ndërkohë, gjykata kushtetuese pritet të vijojë shqyrtimin e çështjes në themel për të dhënë një vendim përfundimtar mbi ligjshmërinë e pezullimit të Ballukut nga detyra dhe kërkesat e paraqitura nga kryeministria.